tematika tjetër është edhe siguria, për të cilën do të flasim në fakt me ekspertin e sigurisë dhe ish inspektorin e AKI-s, Burim Ramadani, që tashmë është edhe kandidat për zgjedhjet e 7 qershorit. Zotri Ramadani, ku do të fokusohet kryesisht pjesa e sigurisë? Çka ka konkrete në program për këtë pjesë? Është elementare siguria në tërësi, edhe po flasim për sigurinë kombëtare dhe sigurinë njerëzore, pra me dy konceptet themelore që kanë bëjë me sigurinë, sepse shpesh herë në Kosovë, e sidomos në këto vitet e fundit, është trajtu ose është tentuar që të abuzohet me termin e sigurisë, por qytetari duhet ndihet i sigurt, ndërmarrja duhet, biznesi duhet ndihet i sigurt, secili aspekt i sigurisë juridike duhet të zhvillohet edhe përmes drejtësisë dhe gjykatave, por nisja dhe fillimi normalisht është siguria kombëtare, duke përfshirë këtu modernizimin e sektorit sigurisë në tanësi, një plan të detajuar dhe të qartë për arritjet e mëdha teknologjike që duhet të inkorporohen në sistemin e sigurisë Kosovë, me një plan të ri tranzicional të Forcës së Sigurisë Kosovës, pra Ushtrisë Kosovës, e cila tashmë në vitin 2028 përfundon tranzicionin dhe do të ketë një plan të ri për FSK-n, që nënkupton edhe rritjet kapaciteteve njerëzore, edhe teknike, modernizimin në tanësi. Sigurisht që siguria kibernetike do të jetë një prej elementeve kryesore dhe jo vetëm për një agjenci të sigurisë kibernetike, por edhe për kapacitetet edhe përfshirjen e iniciativës qytetare. Pra ka shumë të reja në Kosovë, që tashmë kanë filluar edhe kompani të vogla që merren me siguri kibernetike dhe shërbime të sigurisë kibernetike. Gjitha ato do të kanë derën e hapur në qeverinë e ardhshme të Kosovës, ne do t'i ofrojmë dhe do t'i kontraktojmë që ata të punojnë edhe për shtetin, pra jo vetëm për kompanitë e tyre, dhe të njëjtën kohë ajo që është e domosdoshme është edukimi dhe trajnimi i të rinjve, pra nga mosha 18 deri në 25 vjeçare, të rinjt në Kosovë, të rinjt e trejat, do të ushtrohen së bashku me ushtrinë, policinë, zjarrfiksit dhe emergjencat, në mënyrë që të jenë të gatshëm të shërbejnë për shtetin e Kosovës, dhe njëkohësisht institucionet e sigurisë, pra dhe ushtria, policia e tjera, të identifikojnë se kush janë ata që vërtet mund të kryejnë punë për sigurinë e Kosovës. Është domosdoshmëri e që është aspekt tepër i rëndësishëm që tërë kjo të ketë një ombrellë të prioritetit dhe ajo është antarësimi në NATO. Pra secili institucion i Kosovës do të ketë prioritet punën për antarësim NATO dhe këtu nuk lidhen vetëm Ministria e Brendshme, Ministria e Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, po madje edhe Ministria e Kulturës do të ketë aktivitete kulturore në selinë e NATO-s, në kryeqendrat e shteteve të NATO-s, në mënyrë që të tregojmë shembullin e Kosovës si një shtet i ri që është themelu është çliruar dhe themelu pas intervenimit të NATO-s dhe që është në gjendje të kontribojë për NATO-n dhe për botën tanësi. E vlerësoj po ashtu të rëndësishme sigurinë ujore, pra ne nuk e dim saktë se çfarë uji pim në Kosovë dhe kjo është pjesë elementare e sigurisë njerëzore, dhe të njëjtën kohë sigurinë ambientale, pra edhe të ajrit. Por, fatkeqësisht, e sidomos në ditët e fundit, ne shohim që numri i aksidenteve në trafik është jashtëzakonisht i madh, pra njerëz e hupin jetën në rrugët e Kosovës, për shkak se s'kan sinjalizime, s'kan masa mbrojtëse dhe për një rrugë i merr 5-6 vjet që të ndërtohet 1 kilometër ose 2, siç është rasti me rrugën e Dolcit ose autostrada për Gjilan ose autostrada tjera dhe rrugë tjera, dhe ky do të jetë një prej fokuseve serioze që qytetarët e Kosovës të ketë siguri edhe në rrugë, edhe në shtëpi, edhe në punën e tyre, ndërkaq shteti që e ka një obligim për këto e lash si përfund të kësaj pjese, që shteti i Kosovës dhe qeveria e ardhshme duhet të kujdeset mirë e saktë për kushtet e punës së policëve, ushtarëve, zjarrfikësve e të tjerëve. Pra zjarrfikësit sot në Kosovë me nxjerr lidhen muajin me muaj, e njëjta është me policë, e njëjta është me ushtarë. Qeveria e Kosovës sot është e paditur, pra e ka paditur në gjykat një numër shumë i madh i ushtarëve të Kosovës për shkak se nuk i plotësojnë obligimet që i kanë me ligj, pra pagat, shujtat, shtesat, rrezikshmëria e të tjera. Për gjitha këto ne do të jemi në kujdes të veçantë, sepse e shohim sigurinë jo vetëm si siguri të fortë, pra jo vetëm si institucione, por mbi gjitha njeriu, dhe njeriu do të ketë kujdesin e sigurisë.
Shkurtazi, me qenë se jeni një si sigurisë dhe përmendet këtu në fund të policinë edhe ushtrinë. A është kaq e vështirë që të sigurohen tenderet që të pajisen me uniforma Policë të Kosovës, që ta bëjmë qartë edhe këtë, sepse ne e dim, 2 gjeneratat e fundit nuk kanë uniforma, ata barten nga gjeneratat e tjera ose ata që janë të graduar, ose edhe i blejnë nga jashtë vendit. Mungesa uniformave është elementi indikatori ma i pasër, ma i qartë që shihet nga secili qytetar për gjendjen kogja të mjerueshme që i kanë kushtet në policinë e Kosovës, edhe në ushtrinë e Kosovës do në zemër, edhe mos flasim për zjarë fiksit, që janë në kategorinë më të ullë që i kalon gjatë këtyre 6 vjetëve. Ajo që është tepër më rëndësi është që efikasiteti i qeverisë tjetë në plotësim të kushteve, jo vetëm për uniforma, për dhe pajisje individuale dhe pajisje të policisë, në sigurimin shëndetësor që duhet patjetër të bëhet dhe me prioritet, dhe me ligjin për pensionimin e parakohshëm të policisë, në mënyrë që të rinohet policia Kosovës në moshën mesatare, por këto elemente janë baza dhe themeli i programit tonë për sigurinë, e që pastaj, sikur se keni pa dhe në sloganin siguri, energji, zhvillim, siguria është ajo që e nisë gjithçka dhe që e mundson edhe rritjen energjetike edhe rritjen e zhvillimit.